Pra dhe ndryshimi që u bë është një qenit i ndrosh kollaren. A jeni po në kushte të disfavorshme? Nga preqina ta bësh me gjëmba, nuk ka tjetër diferencë. Me majorancën e Edi Ramës sot për të ulur në tryezë, për të negociuar, a do ketë mirë besim që ju mund të shkoni drejt një reforme kushtetuese e cila përfshin dhe drejtësinë dhe zgjedhjet në vend. Në këtë moment nuk janë para kushtet për një reformë zgjedhore. Po, a të them një diçka tjetër që mendoj unë që është më e rëndësishme. Duhet një reformë territoriale, një ndarje re territoriale. Ka 3 vjet që është një projekt ligj i Partisë Demokratike i konsultuar në terren, që qonë në 95-96 bashki. Por në krahun tjetër duan të bëjnë dhe më pak. Pra, qëllimi, do ta decentralizojmë si thot kushtetuta, si thot Këshilli i Evropës, si thot Bashkimi Evropian, siç është praktika botërore, edhe evropiane, pa do decentralizojmë pushtet, apo do të japim më shumë pushtet kryeministrit. Jo më larg se sa dje, para pak ditësh ishte diskutimi në Komisionin e Ligjeve për ligjin e mbetjeve, për sëri centralizim pushteti, pra heqje bashkive e tjerë. Mundet që një kryeminist t'i bëjë më mirë se sa bashkitë, por parimi është që sa më afër zgjedhësit të jetë pushteti, aq më demokratik dhe funksional është. Një bashki mund të dështojë, dikush tjetër mund të shkëlqejë në shërbimet e veta. Ndërsa kur dështon një kryeminist ose kur korruptohet ai totalisht rasti Ramës, ikën në gjithë sistemi. Guxojnë më pak kryetarët e bashkisë të lidhen me mafian për mbetjet, kurse kryeministri ka më thjesht, e bën dhe nuk pyet. Ky nuk ka problem fare. Me gjithë bandat është në marrëveshje. Kështu që po jap shembuj të vegjël, po ideja është kjo, do shkojmë decentralizimit o decentralizimit. Kështu që ne kemi, unë mendoj që ajo që do të prodhoj në afat gjatë, ndryshime të rëndësishme, por me efektin e parë në 2027 do të ishte ribërja e hartës territoriale duke ja çuar bashkitë më afër komuniteteve. Pra Tirana në periferitë e saj të ketë bashkitë të tjera më të vogla, të cilat do t'i shërbenin, po themi atyre komunitete që janë edhe më rurale se sa qendra e betonizuar e Tiranës. Mirë, po kështu Durrësi, Vlora e tjerë. Dhe ju jeni gati të bisedoni, të uleni të bisedoni. Unë gjykoj që, dëgjoni, të ulesh të bisedosh ka nevojë për kushtet. Unë po them çfarë është e nevojshme. Sot kushtet nuk janë. Po supozojmë ata e nisin punën. Tani modeli nuk u futët në procesin e reformës territoriale, por me Arbian Mimaznikun tashmë në kuvent, në krye të një komisioni të posaçëm për këtë gjë, nis puna. Ju çfarë bëni? Këto janë vendimarrje që marrim ne. Sigurisht, por dhe nëse qëllimi është i Ramës që ta shpartalloj më keq atë gjë, mund ta bëj atë. Sepse ai ka numra. Tani ajo që ne po punojmë është një tjetër qasje. Ne po përpiqemi që edhe faktorit ndërkombëtar, po themi t'ia ekspozojmë qartë ç'po ndodh këtu me demokracinë. Dhe kjo është element demokracie që po flasim, edhe i pushtetit vendor. Në vitin 2001, kur Nano, po themi, dhe Meta, atëherë fituan zgjedhjet e 2001-shit me zgjedhjet më të këqija historikisht në Shqipëri, këto të 2025-s i barazohen atyre, kishin numrat për të bërë gjithë ndryshimet, edhe atëherë. Kishin 84 koalicioni PS plus 4 gjinushi PSD-ja bën 88. Doli Parlamenti Evropian tha ne kërkojmë konsensus për presidentin, për reformën zgjedhore etj. me radhë. Pra edhe pse kishte numrat, kishte një presion në atë kohë, që ishte fazat e para të integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, të cilët krijuan presion dhe më pas qeveria së kohë socialiste, pavarësisht se kishte numrat, u uri dhe bëri negociata në tryezë dhe u arritën gjëra të rëndësishme të përbashkëta. Është reforma e parë konsensuale, presidenti konsensual etj. me radhë. Po, të gjitha. A do të ndodh kjo për shkak të këtyre deadline-eve që po vë Bashkimi Evropian thotë në 2029-ën Shqipëria antare, pra e vë si objektiv dhe thotë unë kërkoj këto të bëhen. Po ti do më përgjigjesh për Jo do më përgjigjesh, ata fillojnë eventualisht fillojnë dhe hyjnë dhe më thellë se kaq. Po ndërkohë kemi edhe Departamentin e Shtetit që po flet për kartelet e drogës. Më i madhi i kokainës është në Durrës. E kishim zgjedhjet e Durrësit.
Vërtet qëndruam e fundit dhe Baterdin që kishte ndodhur në hipoteka në pronat e qytetarëve. Sepse është lënë pa duar atje, por domethënë pra pavarësisht se ne dolëm në të njëjtin rezultat si në 2021 në qarkun e Durrësit, por presioni që jashtëzakonshëm, bashkia e dytë më e madhe në Republikë, karteli më i madh i kokainës në rajon. Por ne pra do të ketë një seri zhvillimesh që mund ta zhbëjnë këtë gjë, por ne do të marrim vendimet tona kur, çfarë